Përfatkeq, në këtë aspekt, gjithnjë tregu i punës me atë që është në shkolla ka shkëputje të madhe dhe ky hendek sa shkon e thellohet për fat të keq. Për shembull, nga ajo që ne kemi lexuar, nga ajo që ka qenë në plan program gjatë studimeve tona, për fat të keq, është bukur larg nga ajo që ballafaqohemi të nesërmën pastaj kur jemi si mësimdhënës. Ka shumë njësi mësimore, ka njësi kapituj të tërë, të cilat as që kanë qenë në plan programe gjatë studimeve. Dhe kur ne ballafaqohemi me letërsi të fëmijëve, janë kaq të panjohura fillimisht edhe për ne. Dhe pastaj normalisht kjo do të ishte një mungesë e madhe e drejtimit, orientimit të duhur që ne do t'ua bënim nxënësve. Nëse të kaluarën thuhej gjatë studimeve këtë e diskutoni me studionin, që njohurit plaken parafërsisht në çdo 10 vjet, tashmë për fat keq ose fatmirësisht në këtë aspektin e dinamizmit të zhvillimit të teknologjisë, tashmë njohurit plaken shumë më shpejt. Mbase 10 vjeçi në të kaluarën ka qenë shumë më i gjatë se sa që është sot. Dhe normalisht ky 10 vjetësh pas një 2-3 dekadash do të jetë shumë më i gjatë se sa që do të jetë në të ardhmen. Dhe këto njohurit që e thash tashmë plaken shumë më shpejt se sa në 10 vjet që ne e thoshim dikur. Mbase njëtë edhe çysh ka zhvillim të hofshëm teknologjia, njëtë edhe në këtë rast rrjedhimisht duhet përshtatur edhe njohurit, diturit, informacionit edhe me zhvillimin e teknologjisë. Dhe leximi sot në shkollë është një akt krijues apo është një detyrë që pastaj edhe largon nxënësin nga leximi? Pikërisht atë që e tham pak më parë, kjo do të ishte ajo ana e errët e sistemit tonë shkollor. Nëse ne kemi detyruar fëmijët tanë, nxënësit tanë, që të lexojnë atë që ata nuk e kanë për qefi, normalisht edhe krijojmë pastaj kundër efekt në të ardhmen e tyre. Që ajo alergjia pastaj është shumë e vështirë që të shërohet për të zëvendësuar pastaj që të lexoj ai me do e mos atë që do ta dëshironte. Për fat keq, në këtë aspekt, domethënë çalojmë bukur shumë, ndërsa në arsimin e ulët, në ciklin e ulët, prej klasës së parë deri në 5-6, siç e thash, qëndrohet mirë në këtë aspekt, pra kur nxënësit janë pak më të ndikuar prej mësuesit, kur ndikimi i mësuesit është më i madh, edhe mbas edhe librat janë më atraktiv, këndet e tyre të leximit që i kanë, edhe në këtë aspekt qëndrohet më mirë. Mirë, po pastaj shkëputja po krijohet prej klasës 6-7 edhe për të mos u kthyer mbase deri në një kohë bukur të vonë në leximin ashtu siç e kishte dikur në familjen e tij. A do të mbijetoj ndonjë lexues i pasionuar pas leximit? Jam optimist në këtë aspekt se do të kthehet leximi ashtu siç ka qenë në vitet e arta, siç e tham, në fund të shekullit të 20.